Selam aleikum hoxh. Kur mund të falim namazin nafile, në cilën kohë? Dhe a mundem që në sejdë të bëj dua në gjuhën shqipe? Wa aleikum assalam wa rahmatullah. Namaz nafile mund të falësh në çdo kohë të natës dhe ditës, përveç në 3 kohë. Pas namazit të sabahut derisa dielli të ngrihet në horizont sa një shtisë. Po ashtu, kur dielli të jetë në kulmin, në kupën, pra në mesin e kupës së qiellit, derisa të lëviz drejt perëndimit, dhe pas namazit të ikindis deri në perëndimin e diellit, pra në akşam, përveç këtyre 3 kohëve, koha tjetër gjatë natës dhe ditës, kur ta shikosh nevojshme, kur të kesh mundësi, mund të falësh namaz nafile. Po ashtu në sejdë mund të lutesh në çfarë do lloj gjuhe ti të kesh dëshirë. Allahu i lartësuar është ai që i dëgjon lutjet tona.